Përshëndetje të nderuar shikues, jeni duke ndjekur debatin zgjedhor të partive politike të komunitetit Ashkali në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Në studio kemi përfaqësuesin e listës së përbashkët të koalicionit Partia Demokratike Ashkalinjeve të Kosovës, Partia Ashkalinjeve për Integrim, si dhe Lëvizja për Bashkëveprim. Ndërkaq, përfaqësuesit e Partisë Social-Demokrate të Ashkalinjeve, edhe pse kanë qenë të ftuar në këtë debat, nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre. Ndërkaq, në studio sot kemi përfaqësuesin e këtij koalicionit, zotrin Qazim Rahmani. Mirë se ardhët. Mirë se gjetëm, Albina. Zotri Rahmani, çka ju ka shtyrë të formoni këtë koalicion dhe të garoni me një listë përbashkët? Së pari dëshiroj të përshëndes Radio Televizionin e Kosovës juve personalisht për mundësinë që për jepni për të treguar programin e koalicionit PAI, PDAK dhe LPB. Koalicioni është vullnet i popullit, për arsye se Ashkalit këto 6 vite kanë humbur shumë në aspektin politik. Nuk ishte përfaqësim dinjitoz dhe politik në Parlamentin e Kosovës. Ashkalit nuk ishin zë në Kuvendin e Kosovës, Ashkalit nuk ishin të përfaqësuar në mënyrë dinjitoze as në parlament, as në qeveri, dhe kështu që duke pa këtë mungesë politike të zërit të Ashkalive në kuvende, në institucionet qendrore, ne 3 liderët e 3 partive politike të komunitetit Ashkalit, zotëria e Marifi nga PAI, Jeton Emini nga LPB dhe unë kryetari i PDAK Qazim Rahmani, duke i falendëruar edhe gjitha strukturat tona të cilat i kemi thirrur mendjes politike që të kemi një koalicion të përbashkët, që të jetë një koalicion unifikues i komunitetit Ashkali dhe të garojmë së bashku t'ia kthejmë dinjitetin politik dhe zërin e Ashkalive në Kuvendin e Kosovës. Kështu që ky koalicion është koalicioni i popullit, është koalicioni i vullnetit dhe i dëshirës të cilën e kishte populli edhe më herët, që 3 subjektet e jemi në një dhe të bëjmë këtë koalicion dhe ta sjellim fitore dhe zërin e Ashkalive në Kuvend. Për fatin e keq, disa persona, disa individ dolën me një subjekt apo me iniciativë qytetare dhe formuan që të jenë prapë të përçarë Ashkalit, ajo e quajtur tani PSA, sepse ata përgënjejnë edhe qytetarët, ata nuk janë parti politike, ata janë iniciativë qytetare, nuk quhen Partia Social-Demokrate e Ashkalive, po quhen në flet votim e keni pa për Social-Demokratët e Ashkali, dhe mungesa e tyre këto tregon edhe seriozitetin e tyre se ata nuk janë të gatshëm as t'i dalin ballë popullatës, të tregojnë se çfarë afrojnë këto zgjedhje, të tregojnë pse janë formuar, të tregojnë pse e përçajtën prapë këtë komunitet dhe kështu që Ashkalit e kanë vetëm një zgjidhje me 28 dhjetor. Është koalicioni i përbashkët PAI, PDAK, LPB, numri 125, ku është programi më i mirë i mundshëm që Ashkalit i bën unik, t'i bën të bashkuar dhe t'i bën zëri i tyre të dëgjohet në kuvend, për shkak se këto deputetë të cilët i kishëm në këto 5 vite dhe në këtë vitin e fundit i cili ka formuar edhe këtë koalicion zotëri Artan Aslani, u formuar nga partitë të tjera të shumicës, vetëm e vetëm t'i përçojnë Ashkalit dhe vetëm e vetëm t'i shikojnë interesat regionale edhe individuale dhe kur njëherë nuk ka dëgjuar zëri dhe kur njëherë njerëzit nuk e kanë ditur as që ekziston si deputet, por mandati i vjedhur në shkurt të vitit 2025 ka dhënë Zoti që nuk u bë qeveria dhe po rikthehemi tani në dhjetor zëri i fortë i Ashkalit. Zotri Rahmani, një koalicion i tillë është kërkuar qysh herët nga vetë populli, pse nuk është bërë deri me tani një koalicion, por tani në këto zgjedhje. Dallimet politike, ideologjitë politike ndryshojnë, edhe në gjatë kohës edhe ato gjërat ndryshojnë. Koha është që të jemi unik dhe ne u bënëm unik. Duke bë të arsyeshme se koalicioni PAI, PDAK dhe LPB mungesën të cilën ishte në Kuvendin e Kosovës dhe duke që disa persona u bën viktim, u bën asistentët e deputetëve jo Ashkali. Zoti Artan Aslani u bë deputet në shkurt, po ai realisht nuk e luajti rolin e deputetit, e luajti rolin e asistentit të Emilia Rexhepit e Elbert Krasniqit. Dikush tjetër falke për ta. Kështu që ne pam të arsyeshme që politikisht të organizohemi, të bëjmë këtë koalicion dhe në të fiton më i miri. Çka e dallon këtë listë nga listat e tjera të garave të tjera? Çka dallon këtë listë për përbashkët? 3 subjektet politike janë munduar të gjejnë kandidatët më të mirë të mundshëm që t'i futin në listë. Kanë përvojën politike, e kanë edukimin, e kanë gatishmërinë
të marrin përgjegjësi para popullit, të jenë zëri i popullit dhe çdo njeri nga ta është më i miri se tjetri dhe këndus që e votojnë, ashkalit nuk gabojnë, sepse numri 125 i PAI, PDAK dhe LPB-s është alternativa e vetme e ashkalive, që ashkalit të rikthehen fuqishëm politikisht dhe të kthehen kuvendit atë ku e kanë pas vendin. Ashkalit kanë qenë faktor politik dhe këtë duhet ta kthejmë tani. Ashkalit mund të kthehen me 2 deputet në kuvendin e Kosovës dhe mund të jenë faktor politik edhe për formimin e institucioneve tjera. Zotri Ramani, si është arritur kjo marrëveshje përmes partive politike dhe çfarë ndoshta parimesh i mbajnë së bashku? Së pari parimet janë shumë të qarta, parimet janë që të ketë dinjitet politik, përfaqësim politik më të mirë për Ashkali. Parimi jonë është që të kthejë dinjiteti edhe komunitetit Ashkali. Parimi jonë është që ky koalicion të punojë për zhvillimin ekonomik, të punojë për punësim, të punojë për barazi gjinore, të punojë për aspektin e edukimit, të punojë për aspektin përfaqësimit medial, të punojë që të rinjtë tonë të integrohen sa më shumë në institucionet publike në punësimin e shërbimeve civil. Programi jonë është i qartë dhe këtë program çdo ditë më tepër po e tregojmë në çdo vend ku ka qytetarë të komunitetit Ashkali. Ka jo që dua ta lëvizoj veten këtë kohë, po është mbi 40 orë jam pa xhom sepse fushata është shumë e shkurtë, është vetëm 10 ditë dhe jemi duke u menduar në çdo cep të vendit ku ka lagje apo fshat komunitetit Ashkali, të tregojmë programin ton, të tregojmë që ky koalicion është i popullit të unitetit. Ashkalit janë 16.000 diçka në Kosovë. Nuk jemi numër i madh që të ndomi dhe tani ne duhet jemi unë bashkuar dhe mos kemi parti regionale, parti të individëve caktuar, të cilët e përçojnë këtë popull dhe të cilët nuk e dimë edhe janë Ashkali, sepse familjarët e tyre vite më parë kanë qenë në listat e shumicës shqiptare. Baba i tij në Aleancë, baba i Artan Aslanit, motra e tij në Partinë Demokratike, ne nuk kemi kundër pse kanë qenë në parti tjera. Por vendi është i garantuar për komunitetin Ashkali dhe vetëm kur e kanë pa që nuk kanë interese nga parti tjera shqiptare, jonë këthuj këshumë se janë Ashkali dhe po punojnë për Ashkali. Venin me nënshkurt e vjedhë me votat e diasporës të manipuluar dhe tani është fati në dorën e popullit. Popullit do të vendosë sepse PDAK, PAI dhe LPB kanë qenë kontribuese për këtë komunitet. Çdo gjë që ka dalë në këtë komunitet ka dalë nga Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës. Qoftë edhe ky emision me inicimin ton, qoftë edhe çështja e flamurit, edhe çështja e integrimit, edhe çështja e edukimit. Domethënë, krejt ata janë rritur në djepin e PDAK-s. Dhe sot PDAK-ja dhe ky koalicion PAI PDAK LPB do të jetë alternativa e vetme për të rikthyer imazhin e komunitetit Ashkali. Me qenë se tash keni formuar koalicionin e 3 partive të përbashkëta, si siguroni që zëri komunitetit Ashkali në kuvend të jetë më i zëshëm, nështë të kërkesat e vetë komunitetit, me qenë se ka qenë kërkesë e komunitetit të jeni me një listë të përbashkët, edhe kërkesat e tyre të realizohen në kuvend? Vetë slogani jonë, nëse e keni pa, është zëri i popullit. Ne kemi qenë zëri i popullit dhe duhet jemi zëri i popullit. Dhe kthimi jonë në kuvendin e Kosovës është një zë i fuqishëm i cili drejt për drejt do t'i kërkoj realizimin e kërkesave të komunitetit Ashkali. Komuniteti Ashkali në këtë kohë është në gjendje të vështirë. Në 5 vite nuk është përkrah komuniteti Ashkali nga qeveria. Në 5 vitet e fundit komuniteti Ashkali ka qenë janë ashkaluar edhe në projekte, edhe në infrastrukturë, edhe në edukim, edhe në shumë çështje tjera. Komuniteti Ashkali tani është duke kaluar një jetë jo të lehtë, edhe në këtë aspektin ekonomik të cilën janë edhe gjërat ushqimore, pako ushqimore shumë e shtrejtë, familjare, dhe duhet të ketë zë në kuvendin e Kosovës, të cilën e përmirëson Kosovës si duhet zhvillim ekonomik, dhe këtë zhvillim ekonomik duhet të ndryshohet, qytetarët e Kosovës duhet të ndryshojnë në këtë zgjedhje. Me 28 dhjetor, qytetarët e Kosovës duhet të zgjedhin njerëz të cilët e bojnë zhvillimin e Kosovës, krahas kësaj edhe komuniteti Ashkali, për shkak se ne jemi me një gjendje jo të lehtë dhe kështu që Kosovës i dohet një qeveri ndryshe dhe i dohet që komuniteti Ashkali të ketë deputet të cilët të ngrisin zërin për ta.
E dim se ky vit ka qenë vit I zgjedhjeve, I sfidave të ndryshme dhe për komunitetin, po sfida më e madhe në komunitet mbetet edhe ende çështja e punësimit dhe e arsimit. Na trego çka keni parapar në programin e juaj për fushën e punësimit për tritë e komunitetit e sidomos për gratë dhe vajzat e komunitetit. Ne do të krijojmë startupe të reja, të cilët I mbështet shteti dhe të krijojmë vende të reja të punës për të rinjët tonë. E jo të jepën projekte bashkëshortës së tij. Ky deputet I cili ke për 9 muaj. Ka shku startupi I ka dhënë projekte të biznesit I ka dhënë bashkëshortës së tij për mieljen e mjaltit. Dhe kjo do të vëdisoj komunitetin në Shkali. Ka shku I ka dhënë projekte njerëzve të cilët janë listë me ta. Dhe kjo do të vëdisoj komunitetin në Shkali. Dhe në delën ti demanton. Në delën ti demanton, nuk është që karrika e tij është e shprazur. Kam kërkuar debat politik, hajde dalmi para popullit tregojna cila oferta jote, cila puna që e ke bë për 9 muaj. Ani që nuk u bë qeveria, buxheti ka ekzistuar, qeveria në detyrë ka ekzistuar, ke mujt me ngrit zërin. Për 9 muaj asnjë nuk e ka ngrit zërin. Dhe oferta jone bashkëpyetjen të cilën po e bën ti. Ti përkrami të rinjët të cilët dëshirojnë të krijojnë biznise, ti përkrami gratë të cilët dëshirojnë të krijojnë biznise, e ti përkrami njerëzit të cilët kanë kryer qoftë ndonjë kurs të aftësimit profesional, të cilët gjenden në tregun e punës, e më së shumti të lëbojmë që të realizohet 10% për komunitetin e shërbimit civil ligji, të cilin ligji ekziston, veç duhet me ngritë zërin, dhe nga aty 10%, 2% I takojnë komunitetit të Shkali. Asnjë I punësuar në ministritë e Republikës Kosovës në shërbim civil. Leje emrimet politike janë sot, nesër kalojnë mbesin pa u zaventësuar. Kurse në shërbim civil komuniteti Ashkali është mungesë. Asnjë punësim nuk e kanë bërë për 5 vite të komunitetit Ashkali në shërbim civil në ministritë qendrore, pashtu edhe lokale. E këse njerëz na dohen në Parlamentin e Kosovës, që nuk e ngrisin zërin, që nuk folin për drejtat e popullit vet. Ne nuk I çojmë deputet aty për me marrë rrogë. I çojmë për me mbrojtë drejtat e komunitetit Ashkali, për me zgjeru minutazhin në RTK, për me pas një redaksi të komunitetit Ashkali, për me punësu njerëz në shërbim civil, për me kërku drejtat në universitet, për me kërku drejtat në aspektin e bursave për nxënësa, me rrit numrin e bursave studentave të nxënësave. Kërkojmë infrastrukturë më të mirë në lagjet e komunitetit të Shkali. Ekipi juaj disa lagje I ka vizituar. Ju e dini që ka rrugë në Mjerem jetojnë. Në Mjerem, sidomos në Fushë Kosovë, I merr ujë. Sa ka vërshimi I merr ujë ata njerëz. Nuk kanë bazhidhje. Dhe do të ma japin mundësinë mua dhe koalicionit. Do të ma japin mundësinë mua sepse unë asnjëherë s'kam qenë deputet. Unë do të jem ai I cili do ta trokas çdo derë e do të flas me çdo kënd, qoftë kryeministër apo ministra dhe pa realizuar kërkesat e komunitetit tim, unë nuk e mbështes atë qeveri. E jo të bësh ti deputet të bësh asistentin I deputeti I komunitetit tjetër. Ti shkosh përmas ka shkojnë ata. Sikur aja delvja e parë që këta del me tjera mbrapa. Nuk shkon ashtu. Do të me pas program për komunitet, do të me pas krye për komunitet, do të me pas guxim për komunitet. Do të më konë I vendosur e I guximshëm me fol për popullin tanë. Sepse ata të japin përgjegjësi, ata të besojnë që ti do t'ja mbrojsh të drejtat e tyre. Dhe të tillë do të jemi. Ja, sot e keni ftuar, jo të ballafaqohemi të tregojmë programin, nuk janë. Ata më shifën. Do shta mendon që edhe vetë populli janë zhgënjy, pasi që partit të trija partit kanë qenë me një mandatit të saktume, por nuk janë realizu kërkesat e tyre. Po da këja nga 2019 nuk është në kuvendin e Kosovës, tani po him vitin 2026, 7 vite mungesë. LPB-s ka qenë asnjëherë, kryetari I PAI-s nuk ka qenë deputet, ka qenë ky deputeti që e tradhtoi PAI-n dhe disa aktivistë që e tradhtuan edhe PDAK-n, e fituan me PDAK-n në zgjedhje lokale, jo thot Parzit që kemi kaluar në këtë vit në proces zgjedhor. Me PDAK-n e fituan vendin e Asamblesë Komunale në Fushë Kosovë, e tradhtuan PDAK-n vetëm që ta kapin në tërësi. Kanë ta kopin në tërësi, ta mashtrojnë një popull në tërësi, kënëse një parti, kënëse program, kënëse gjenerat. Nuk janë gjenerat e re. Ata jonë rritur në PAI, në PDAK, në LPB dhe tani kanë dalë me iniciativë qytetare. E formuan urën në zgjedhje lokale. Ku është ura? Pa amatur. U prish amatura, u shkri ura.
Kështu që ata janë hajgaregji. Ata janë hajgaregji, ka vi marrë këto sot më ballafaqu me Qazim Ramanin me tregu ku Çka më konkretisht lutem në fushën arsimit e konkretisht në fushën arsimit duhet të krijojmë qerdhën e vendit, kam përmendur edhe në gjithë. Duhet të krijojmë qerdhën e vendit ku janë komuniteti jonë, që t'ju jepet mundësia grave të punësohen sepse për shkak mungesës së qerdhëve ata nuk po kanë mundësi edhe të punësohen, sepse s'kan ku mi dërgu fëmijën. E para. E dyta, duhet të krijojmë transport për nxënësat tonë të cilët i kanë shkollën larg. Obligohen familjarë në kam të dërgojnë 4 kilometra, 4 kilometra nxënësat deri në shkollë. Duhet të krijojmë transport falas, të cilët i merr fëmijën i dërgon në shkollë dhe i kthen, dhe jo t'ja bën barr prindi fëmijës se kush me çon shkollë dhe kush me marr për shkollë apo çështjen e sigurisë t'ja bën barr. Për këtë arsye janë institucionet, për këtë arsye janë liderët e cilët kërkojnë dhe të krijojnë këta kushte sa më të mira për komunitetin tonë në Shkali. Kur po thua se koalicioni me një listë përbashkët është bërë me një qëllim të unitetit, pse unitetit e jo një kompromisi politik ndoshta? Po unë mendoj pas zgjedhjeve, që pas zgjedhjeve do të jetë një subjekt politik. Mendoj që pas zgjedhjeve ky koalicion do të fitoj 100%. Dhe pas zgjedhjeve mendoj që Ashkali do ta kenë një subjekt politik. Dhe kjo është mua arsyeja që duhet votohet edhe koalicioni. Sepse fitimi i koalicionit në këto zgjedhje, populli jep mesazh që bano një parti politike dhe mos bani përçarje. Dhe atë mesazh të cilën e jep populli ne i do të realizojmë. Dhe atë mesazh do ta marrmi si vedisim politik që Ashkalit të orienton në një subjekt politik dhe të orienton që mos ketë përçarje dhe urrëtie njëri me tjetrin, sepse jemi një popull i vogël. Neve na do të unifikim. Nuk na do të përçarje. Që një mesazh për të gjithë votuesit e juaj e veçanërisht për pjesëtarët e komunitetit. I drejtojna gjithë komunitetit Ashkali, kudo që janë në Kosovë dhe diasporë. Së pari ta ruajmë gjuhën. E dyta ta kemi unitetin njëri me tjetrin, ta anashkalojmë urrëtitjen dhe mos të mashtrohemi me disa individ pse duken më mirë e pse kanë mundësi me gënjy këtë popull. Por jemi unik të votojmë koalicionin pa i PDAK-LPB, numri 125, zërin e popullit si slogan dhe kështu që komuniteti Ashkalit i kthehet zërin e kuvendit e Kosovës e pastaj pin kuvendit edhe në qeveri dhe të ketë njerëz të cilët dinë të punojnë për këtë popull, sepse ballma me mashtrime dhe ballma me këta gjëra të përçarjes dhe urrëties me tjetrin. Jemi popull i vogël, nuk na do të urrëtia, nuk na do të përçarja dhe duhet të i lajm anash ata njerëzit të cilët po shkojnë, po dezinformojnë dhe po ashtu po bëjnë propagandat e paqenura për shkak vetëm e vetëm të jenë individa caktuar përfitues e jo të jetë populli Ashkali. Zotri Rahmani, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e këtij debati dhe të urojmë suksese në garë. Edhe unë ju falenderoj edhe Radio Televizionin e Kosovës dhe jam shumë i prekur pse nuk janë sa të pësaja këto bashkë me mua të tregojnë popullit çfarë duhet bëjmë për 4 vjet. Por ata nuk dinë më shumë, ata dinë vetëm me mashtru dhe dinë vetëm me propagandë. Faleminderit zotri Rahmani. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë debat, shihemi në debatet e radhës. Mirëmbëjtje.